إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që I çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që I pasuan ata më për pikëmëri deri ditën e Kiametit. Envijim vëllezër të nderuar. Vazhdojmë mësimin në librin Vlerat e Islamit të Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabit, Allahu më shëroft, me shpjegim dhe komentim të Sheikh Salih Al-Fauzanit, Allahu e ruaj. Në radhën e kaluar përmendëm temën e cila trajton disa ajete të Kuranit ku Allahu subhanahu wa ta'ala I refuzon qifutët dhe të krishterët në lidhje me pretendimin e rrem të tyre se Ibrahimi a.s. ishte jehudi apo I krishter. Dhe ne thamë se e vërteta e Islamit dhe mirësit e tij nuk arrihen me përkatësime të kota, por se duke e zbatuar atë dhe duke ndjekur pejgamberët e Allahut sallallahu alaihim ajma'in, duke ndjekur rrugën e tyre, sidomos rrugën e vulës së pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetin e tij. Ndaj dhe Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhabi, Allah më shëroft, për ta përforcuar dhe për ta theksuar këtë çështje, përveç ajeteve të Kuranit të cilat I solli në lidhje me këtë temë, ai ka përmendur edhe hadithe nga I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne u ndalëm tek hadithi I fundit në lidhje me këtë temë që do ta përmendim tani. Ndaj, për ta theksuar dhe për ta forcuar akoma më tepër këtë Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, Allahu më shëroft, pra pasimin e sunetit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, çfarë thot? Thot po ashtu tek Sahihu I Bukharit nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, transmetohet se të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ju përmend se disa prej sahabëve kanë thënë. Pra njëri prej tyre tha, ndërsa unë nuk do ta ha mishin. Dikush tjetër tha që unë do të falem natën dhe nuk do të flej gjumë. Dikush tjetër tha, ndërsa unë nuk do të martohem me gratë. Ndërsa dikush tjetër tha, ndërsa unë do të agjeroj dhe nuk do të aqel. Pra, vetëm do të agjeroj vazhdimisht. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur mori vesh për fjalën e tyre tha, lakinnani aqumu wa anam. Mirë po unë fal namaz natë, por edhe flej gjumë. Asumu wa uftir. Agjeroj, por edhe e qel. Wa atazawwaju nisa, si dhe martohem edhe me gratë. Wa aqulu lahm, po ashtu e ha edhe mishin. Faman radiba an sunnati falaysa minni. Ai që heq dorë apo largohet nga suneti im, ai nuk është prej meje. Pra pikërisht kjo është pika që dëshmon dhe tregon se njeriu duhet ndjeki sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, dhe se ai që heq dorë nga suneti I tij, ai nuk është prej të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Këtu Sheikh Salih Al-Fauzan, Allahu e ruajt,
shpjegon dhe thot se ky hadith është në Sahihun e Buhariut. Dhe ky grup i sahabëve ishin që dëshironin hajrin, dëshironin të bënin adhurim dhe të ishin në bindje ndaj Allahut të lartësuar. Dhe për këtë arsye ata erdhën që të pyesnin për adhurimin që bënte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, me qëllim që të ndjeknin shembullin e tij dhe ta ndiqnin atë. Pra qëllimi i tyre pse erdhën të pyesnin për adhurimin e tij ishte që të mësonin adhurimet e tij me qëllim që të ndiqnin shembullin e tij. Mirë po, kur ata u njoftuan për adhurimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që bënte gjatë ditës dhe gjatë natës, atëherë ata sikur e pan që ky lloj adhurimi është i pakët. Pra ky lloj adhurimi sikur nuk mjafton për neve. Pse? Çfarë thanë ata? Sepse tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk është sikur ne. Nuk është sikur ne. Pse? Se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam atij janë falur gjunahet e mëparshme dhe gjunahet e ardhshme. Prandaj që ai nuk ka nevojë për adhurim. Pra ky ishte një ijtihad nga ana e tyre. Mirë po kur ky lajm i shkoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai u zemrua shumë dhe u nxe shumë. Dhe tha ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha. Si është puna disa njerëzve që thon kështu a ashtu. Pra përmendi fjalët e tyre dhe veprat që ata dëshironin të bënin. Sa për këtë mua, thot pejgamberi alayhis salam, inni akhwafukum lillah. Un jam ai që më shumë të i friksohem Allahut ndër jush. Un jam thot atqakum lahu. Un jam më i devotshmi ndër jush ndaj Allahut. Po ashtu thot, un falem, pra natën, un falem edhe flej gjumë, agjeroj dhe e çel, si dhe martohem edhe me gratë, po ashtu e ha edhe mishin. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Ndaj ai që heq dorë prej sunetit tim, ai nuk është prej meje. Pra ky grup sahabësh kur morën vesh për adhurimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëshironin që të bënin diçka më tepër se ç'bënte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se menduan se kaq sa bën i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është jo e mjaftueshme për ta, sepse pejgamberit janë falur gjunahet, ndërsa ne kemi nevojë për më shumë adhurim. Prandaj ata deshën të bëjnë diçka shtesë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i udhëzoi ata që duhet të ndjekin sunetin e tij, rrugën e tij, dhe jo të shtojnë diçka nga vetja e tyre. Dhe u tha atyre se un jam më i devotshëm për jush dhe ai që i friksohet më shumti Allahut në mesin tuaj. Prandaj që nuk bën që ju të shtoni diçka përtej asaj që ka ardhur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu thot Sheikh Salih Al-Fuzan se në këtë hadith pra ka paralajmërim ndaj teprimit në adhurime. Dhe teprimi në adhurime do të thotë që të bësh diçka shtesë dhe ta sforcosh veten tënde. Pasi feja është e mesme. Është e mesme dhe falënderimi i takon Allahut. Ajo është e mesme, mesatare dhe e drejtë. Prandaj që njeriu nuk duhet ta ngarkojë dhe ta sforcojë veten e tij dhe ta ngarkojë veten me diçka që ai nuk e mban dhe nuk e bën dot. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam pra paralajmëroi ndaj teprimit në adhurime në shumë hadithe. Dhe siç e tham, ajo është pra që ti të bësh diçka shtesë përtej asaj që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje ti e ke obligim që të tregohesh, si thosh, i dhemshur dhe i butë me veten tënde.
Dhe njeriu nëse tregohet mesatar në adhurime dhe i mesëm në to, atëherë pa dyshim që ai do të jetë i vazhdueshëm në ato adhurime. Ndërsa nëse ai ja sforcon pra vetes dhe ngarkon atë dhe ngarkon atë përtej asaj që ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai pa dyshim që do të lodhet dhe në fund pastaj do ta braktisë atë. Dhe kjo është diçka e njohur dhe që e kemi parë, thot shehu Allahu ruajt. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: innal munbatta la ardan qata' wala dhahran abqa. Thot ai që ngarkon tepër kafshën, më tepër se ç'duhet, as tokën nuk e përshkon, pra distancën e udhëtimet e tij nuk e përshkon, nuk shkon deri në fund, dhe as shpinën e kafshës nuk e shpëton. Pra nga ngarkesa e tepërt, ai nuk arrin dot që ta përmbushë udhëtimin e tij, po as shpinën e kafshës nuk e shpëton nga ngarkesa. Prandaj që njeriu është qenie njerëzore dhe nuk mban përtej asaj pra që ai është ngarkuar. Prandaj që nëse ai tregohet i ashpër ndaj vetes së tij dhe e sforcon atë, pa dyshim që ai nuk do të arrijë dhe nuk do të ketë mundësi që ta përmbush atë për cilën ai e ngarkon veten e tij. Dhe në fund fare ai do ta braktisë dhe do ta lëri dhe atë punë që ai ka nisur. Dhe siç e tham pra, kjo është diçka që është provuar dhe është parë tek shumë njerëz. Prandaj që disa prej njerëzve, thot shehu, i kemi parë që shtrëngojnë dhe vështirësojnë. Dhe në fund të rrugës ata shkëputen fare dhe heqin dorë nga feja. Pra ata kanë qenë të tillë që njiheshin për ashpërsi dhe për teprim dhe ekstremizëm në fe. Dhe në fund ata kanë hequr dorë dhe kanë devijuar nga feja e Allahut azza wa jall. Pra këto janë pasojat e teprimit dhe ekstremizmit në fe dhe Allahu na ruaj. Ndërsa qëndrimi i drejtë dhe qëndrimi mesatar dhe i mesëm, kjo është rruga drejt vazhdimësisë dhe qëndrueshmërisë në fenë e Allahut azza wa jall. Dhe ky është suneti i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në këtë hadith ka nxitje dhe inkurajim që njeriu pra t'i përmbahet rrugës së mesme në adhurime dhe të ndjeki shembullin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa nga ana tjetër ai duhet ta lërë ekstremizmin, teprimin dhe ashpërsinë në fenë e Allahut dhe sforcimin në të. Sepse kjo është bidat, pra diçka e shpikur në fe, e cila e kundërshton sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot man raghiba an sunnati falaysa minni, ai që heq dorë apo largohet nga sunneti im, ai nuk është prej meje. Kjo është sikurse fjala e Allahut të lartësuar ku thot wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa. A kush heq dorë nga feja e Ibrahimit përveç atij që e ka shpallur veten të paditur dhe ignorant. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka distancuar veten e tij nga një njeri i tillë. Pra këtu ka paralajmërim ndaj bidatit të ekstremizmit, ndaj bidatit të sforcimit dhe të primit në fe. Dhe këtu pastaj në të njëjtën kohë ka nxitje që njeriu t'i përmbahet mesatares dhe të mesmes në të gjitha çështjet e fesë. Feja është e mesme, është mesatare dhe nuk ka në të pra teprime apo neglizhencë. Ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot wa anna hadha sirati mustaqiman
fattabi'uhu. Dhe se kjo është rruga ime e drejtë, ndaj ndiqeni atë. Pra thot shehu, kjo është rruga e saktë, e cila është rruga e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj që njeriu musliman nuk duhet ta shohë veprën dhe adhurimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam si diçka të pakët dhe që nuk mjafton për të, dhe si pasaj të shtojë nga vetja e tij. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai është që ne duhet marrim për shembull dhe që ne duhet ndjekim. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir." Më të vërtet, ju keni tek i dërguari Allahut shembullin më të mirë për atë pra që shpreson Allahun dhe ditën e fundit. Pra kjo nuk është as neglizhencë dhe as teprim, por se është diçka e mesme dhe mesatare. Pra as teprim dhe as neglizhim. Feja Allahut është midis pra ekstremistit i cili e tepron, ai që është teprues dhe e egzageron, dhe midis atij që është neglizhues dhe i cili lën pasdore dhe thot që feja nuk është namazi dhe adhurimi, por se feja është në zemër, dhe ky i lën veprat dhe adhurimet pa bërë. Pra një njeri i tillë është që lën pasdore dhe është neglizhent. Po ashtu edhe ai i cili tregohet i ashpër në adhurime dhe e sforcon veten e tij. Pra ai është ekstremist, është teprues, pasi feja e Allahut është mesatare dhe e drejtë. Ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhghaw." Prandaj përmbaju pra fejes, duke qenë mesatar, ashtu sikur si je urdhëruar, dhe ai që pendohet bashkë me ty, dhe mos i kaloni kufit. Wala tadghaw, mos i kaloni kufit. Dhe kalimi i kufive është ashpërsia dhe teprimi. Dhe Allahu na ruajt, thot shehu. Thot Shej Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allah më shrof, thot medito, thot me vëmendje, duke qenë se disa prej sahabëve deshën që t'i përkushtoheshin totalisht adhurimit. Atyre i u tha kjo fjalë ashpër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ashpërsin vendin e vet. Dhe vepra atyre u quajt heqje apo largim nga suneti të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë çfarë mendon ti për gjëra të tjera prej bidateve? Pra çfarë mund thuhet për bidate të tjera? Dhe çfarë mendon ti, thot shehu, për dikë që mund thuhet për dikë tjetër përveç sahabëve? Pra duke qenë se një fjalë e tillë u thuhet sahabëve dhe thuhet për një veprim që e kanë bërë sahabët, të cilët ishin brezi më i mirë mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë çfarë mendon ti se mund thuhet për bidate të tjera apo për njerëz të tjerë që janë larg sahabëve? Dhe këtu Shej Salih al-Fawzan, Allah rujt, thot, pra duke qenë se sahabët ishin brezi më i mirë, dhe ato deshën të bënin një punë të tillë, që sipas tyre ishte një vepër e mirë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i refuzoi ata dhe u tregu i ashpër, pra me hak ndaj tyre, edhe pse ishin sahabë. Atëherë si është puna me njerëz të tjerë apo me njerëz që janë shumë më vonë tyre, të cilët pra i kalojnë kufit e Allahut në teprime dhe në ekstremizëm, apo që i kalojnë kufit e Allahut duke lënë pasdore dhe duke neglizhuar
dhe duke zbutur aty ku nuk lejohet të tregohet zbutje. Pra Allahu Azza wa Jall e ka bërë fen të drejtë mesatare të mesme. Dhe ajo është një rrugë e drejtë. Dhe në të nuk ka sforcim dhe ngarkim për nefsin e robit. Po ashtu në të nuk ka as neglizhencë dhe as lënje mbazdore. Porse ajo është një fe tolerante. Pra fe e cila toleron në vendin e duhur. Në vendin e duhur. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj." Dhe Allahu nuk ka vendosur për juve në fe ndonjë vështirësi. Pra nuk ka vështirësi në fe. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk dëshiron që në vendosi për robrit e tij ndonjë vështirësi në fe. Feja nuk ka vështirësi dhe nuk ka siklet në të, dhe as nuk ka ashpërsi apo teprim. Ashtu si kurse nga ana tjetër në të pra nuk ka neglizhencë dhe lënje mazdore, por se është rrugë e drejtë dhe e mesme midis dy poleve ekstreme. Pra kjo është feja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e cila është rruga e drejtë për herë dhe gjithmonë. Dhe njeriu kurse nuk mundet që të qëndrojë në këtë fe përveç se duke ndjekur këtë rrugë, pra rrugën e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse nëse ai neglizhon, pa dyshim që do të dalë nga feja, apo në të kundërt, nëse ai e tepron dhe bën sforcime dhe vështirëson, po ashtu ai prap do të dalë nga feja. Dhe kështu ai kurse nuk mundet që të qëndrojë në fenë Allahut përveç se nëse i përmbahet rrugës mesatare dhe rrugës së drejtë. Pra, njeriu e ka detyrë që të mos mjaftohet me përkatësimin e tij tek Islami dhe tek suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje as ta te i kaloj sunetin e tij. Përkundrazi, ti përmbahet atij pa shtesa dhe pa lëshime, pa teprime dhe pa neglizhime. E nëse njeriu i tregohet i përpik në pasimin e Kuranit dhe të sunetit, atëherë le të shpresoj hajër dhe shpëtim tek Zoti i tij. Ashtu sikur se thot Allahu i lartësuar: "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Kush e ndjek udhëzimin tim, ai nuk do të humbas kurrë dhe nuk do të jetë i mjeruar. E lutë Allahun e madhëruar që me kaq na bëj dobi dhe pjesën tjetër inshallah ta vazhdojmë herën tjetër, sepse tema që do vi do jetë pak e gjatë dhe me qëllim që mos ndërthuret temat me njëra tjetër, mjaftohem me kaq. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.